Grevni tha se cauca shkuj si janë vdiq. Anu me qatë gjek, unë grojtë në caucën e gjali, unë e lash caucën që shtot vdeket me këtë, kovdadhët e pisklavën interno këm shku. Kështë dhe mjek qeta? Ndej, po, që në heri bisha kësaj derës nuk ma qelshin, ber derës, ndejnë, bese cauca më vdiq, ma filal ndejnë, s'ma qelshin derë, kovdadhët interna, njëm ditin katëm të pisklavë, be më shkoj cauca, be. A be ka dhe një diktor, dhe një shqiptar muslimon, bese më shkoj be cauca më vdiq, be nga rrën një beska, as një doktor, hiq. Gjali kovdadhët të ndi me shpet të pisklavë, e na që hiq, ama se unë drejtë kurut ke, edhe pe internas kishin ardhë milicia. Internas dur kërë i vje? Hiqi i të pisklojshë me kovdadhët, gjali të ndi ma shpet, No, vetë që dola i gjishtë gjira u i kja ta imi. Tha gjiki, thasha, ka të një shqiptar, muslimon, doktor, dërse cau, të më, njëm gjështin katë, kuna ta e me punat, ndaj e tha pisklamën të unë të ka ndaj, të pisklau e tha, një doktor në utullë, unë edhe praktiku. Jam të shtëpia e 29 vjeqares, e cila humbi jetën më datën 10 gusht të vitit 2025. Jam të familjarët e ëma, të cilën e kemi intervistuar edhe atë ditë, por humbja e vajzës suaj pasoj me një vrasje që ndodhi në Tetov dhe opinioni sikur nuk e pat të gjithë vëmendjen e duhur që sot i rikthehemi edhe një herë kësaj temas. Ende nga data 10 gusht deri më sot asgjë nuk ka lëvizur që përgjegjësit për vdekjen e 29 vjeçares në spitalin e Tetovës në repartin infektiv të kenë përgjegjësinë. Ju ftoj edhe një herë të dëgjoni atë video të SAM-ës e cila për post trajtimit jo adekuat, sjelljes të papranueshme nga motrat medicinale dhe nga mjekja, ende sot kërkon drejtësi për vajzën e vet, ku raporti i obduksionit ende nuk ka ardhur dhe nuk ka asnjë përgjegjës, ka frikë se ndoshta rasti i vajzës 29 vjeçare që humbi jetën në spitalin e Tetovës do të ngelet pa autor. Kërkoj drejtësinë, nuk shkuan kështu, te do shkosh në doktor në bolnicë, shkosh me komitetau, ato të majtin, e çfarë dërzhavë kjo? Do të ngrenë kam, të kërkojnë drejtësinë, sa i sani, sa asoj, hajtë të fumoja ime, për në sa kanë të mbajti. Këto kurgjone sa kanë të mbajti. Sot 24 shtator, ende s'kje përgjigje për vajzën. Çfarë kërkojsh? Kërkoj unë, si thonë, ku të zbulojme rastin, që më ka boca, sa për gjithë ka shku, për gjithë asoj, sa me kom të vete, as dripi, shkuj të bolnica me kom të vete. Heq, një është të dijet me këta. Të dijet, e në kjo na jo. Si lloj smundje tjetër. Është interesante se as vajza 29 vjeçare në sistem nuk është regjistruar se ka qenë me ndonjë lloj sëmundje ose ka qenë paraqitur te mjeku. Gjithashtu edhe vajza 7 vjeçare ka qenë as 24 orë si kanë bënë spital dhe kanë ndruar jetë, edhe ajo nuk ka qenë përpara deri në repartin e pediatrisë, nuk është regjistruar në sistem se ka ndonjë smundje tjetër. Në vitin 2018 kishte qenë një herë në pediatri për gripi dhe asgjë tjetër. Të dyja raste brenda më pak se 24 orë kanë ndruar jetë. Kjo familje e 29 vjeçares kërkon drejtësi për vajzën e saj, kërkojnë raportin e obduksionit, kërkojnë që mjekët e cilët janë përgjegjës, nëse do të dalin nga obduksioni, të mbajnë përgjegjësi.